gjatë gjithë rrugës ne kemi pas gjakderi. Edhe thash më herët se shkaku i gjakderit është dashtë me qëndru për 4 ditë derisa kemi marrë veten e stabilizu qendja jon për me vazhdu punë tjera. Në momentin kur jemi rarë në prit, ne kemi qenë të papregaditur, nuk e kemi mendu najherë se mund me ra në prit, a na duhen do thot mjete për me u kujdes për plagë tona. Por fatmirësisht ai bashkëftari ynë, ai tekniku medicinal ish parapregadit se i kish mendu si mjek, i kish mendu se mujn me ndodh edhe gjana tilla, dhe fat i juni që ai i kish pas disa materiale me vete, sepse ne nuk kemi pas kurgja dhe kemi pas të vështira edhe me i lidh plagë, po fati ynë ka qenë që ai i ka pas një çantë materiale edhe është kujdes në momentin kur kemi ra në prit, kur jemi plagos me na lidh plagë, po thash që ka qenë acauri i madh dhe nuk ka arrit sepse mi largu rrobat e kemi pas pa mundshme, me i deshe, me i lidh plagë, mirë po është mundu fëmij rroba me na lidh dhe gjatë gjithë rrugës ne kemi pas gjakderi. Edhe thash më herët se shkaku i gjakderit është dashtë me qëndru për 4 ditë derisa kemi marrë veten e stabilizu qendja jon për me vazhdu punë tjera. E më pas e thash atje që me sektorin e shëndetësisë për ushtarët e ushqimtarët rrethues është kujdes doktori Shajt Muhi edhe Xheldet Tahiri, edhe ata do thotë e kanë bën maksimumin për secilin luftetar që ka shku i plagosin, për me u kujdes sa më mirë për ta edhe do thotë me i shëru plagët e tyne. Edhe ata janë kujdes maksimalisht edhe për mua, për cilët jam falendërues jo vetëm atyne, po edhe gjithë stafit edhe mjekëve të fillimisht të qendrës mjekësisë familjare në Kron, spitalit të Kuhësit e pastaj spitalit ushtarak të Tiranës, edhe spitalit të infektive, sepse unë pasi që kam arrit në spitalin ushtarak, kam marrë infekcione të thella në plagë edhe nuk ka dashur me u transferu prej spitalit ushtarak, me qëndru në spitalin e infektives, derisa do thotë është ula ajo shkolla e infekcionit me plagët e mia, pastaj me nënshtu operacione.